qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë bisedë me ju në rrjetet sociale. Java ishte java e protestave në të mëdha rinore qytetare që Shqipëria ka njohur dhe që shënoi dhe protestën e vetme në histori 20 ditë pa ndërprer. Sot kjo protest merr për masat në të jashtëzakonshme që nga fillimi i saj, mbasi demokratët dhe demokratët, mbështetësit e Partisë Demokratike po vërshojnë nga të katër anët e Shqipërisë qytetarë dhe qytetarë pa parti, po vërshojnë nga të katër anët e Shqipërisë dhe përveç kësaj, diaspora shqiptare ka mësy vendin e vetë dhe rrugët, aeroportet, tragetet, sjellin dhjetra mijëra shqiptarë këtë natë në protestën më kulmore, rinore qytetare të kombit shqiptar në Tiranë për dorëheqjen e narkodiktatorit, e kreut të meduzës të regjimit të bazuar në drogën, vjedhjen dhe farsën zgjedhore të shqiptarëve. Ndërkohë, jehona e protestës është botërore. Parlamenti Evropian në raportin e AFET-it, duke ndjekur me interes të madh zhvillimet në Shqipëri, shtoi një amandament të veçantë për Zvërnecin, ku shpall moratorium, i kërkon qeverisë shqiptare shpalljen e moratoriumit për çdo vendim të mëtejshëm në zonën e mbrojtur si peizazh natyror të Zvërnecit. Pra, zhvillimet janë historike. Ndërkohë Edi Rama vazhdon betejën e tij don kishoteske, duke shpallur armiq të popullit, një grup blogeres dhe blogerësh, të cilët sipas tij, pasi rrjedhtoi agjenturat iraniane, greke dhe ruse, tani ka shpall si më të rrezikshmit, si armiq të rrezikshëm të Shqipërisë, blogerët, internetin, mediat sociale dhe me radhë. Në vend se të ndigjoj zërin e tyre, të plotësoj 5 kërkesat me njëherë të protestës mbar popullore, jo partjake, rinore, qytetare, ai vazhdon të përçmoj, vazhdon të fyej, vazhdon të injoroj këtë zhvillim historik, i cili nuk mund të dështoj në asnjë mënyrë dhe po afron ditën e fundit të këtij regjimi të rryer për shqiptarët, për mbar shqiptarët, kombin shqiptar. Faleminderit.
Linord Gërmënji, Doktor Berisha, këtë javë ka ndalë publikisht materiale të reja që lidhen me zonjën Belinda Balluku, ku pretendohet përdorimi i stafit shtetëror për interesa private në vilën e saj në Dhërmi. Ndërkohë mediat raportojnë edhe për hetime të tjera që lidhen me tendera dyshimt. Si e shikoni fundin e kësaj historie? A mendoni se SPAK duhet kufizohet vetëm tek varësit dhe ministrat, apo hetimet duhet të ngjiten deri tek përgjegjësia politike e kryeministrit, nëse provohet se këto afera janë zhvilluar në mbikëqyrjen e tij? Unë kam theksoj, dosja Balluku 60% është dosja Palloshit të gjatë. Dhe kjo është e faktuar në qindra mijëra mesazhe, dokumenta zyrtare e të tjerë, por dhe në qindra emaile tashmë të deshifruara dhe të bëra të njohura. E vërteta është që Edi Rama ka shpallur të mbyllur çështjen Balluku, kurse ajo ka pushtuar së bashku me Sajmir Tahirin një kat të ndërtesës Partisë Socialiste dhe drejton të gjithë aktivitetin e kësaj partie, ka marrë një pjesë të madhe me Oltjon Bistrin të misionin që kishte Ergjys Agasi, ndër të tjera ka bërë një vizitë në Shkodër dhe sipas burimeve është takuar me Enver Bajrin konkretisht. Pra është lubia që kontrollon Ramën dhe Rama kontrollon SPAK-un, ndaj dhe ndonë se flitet me të drejtë se do ketë një mandat të dytë arresti, por unë shoh që më shumë po pritet mbyllja e parlamentit dhe mos lëshimi i këtij mandati. Druaj.